4 tragete me 2200 pasagjerë në bord u ankoruan gjatë paradites në portin e Durrësit, që në këto ditë festash përballet me një fluks të lartë udhëtarësh, por pavarësisht këtij ritmi, përpunimi i udhëtarëve ka ecur normalisht dhe pa radhë të gjata. Për të përballuar lëvizjen e lartë të udhëtarëve të cilët kthehen në vendin tonë për të kaluar festat e fundvitit, nga ana e policisë kufitare janë hapur 32 sportele. 20 prej të cilëve shërbejnë për përpunimin e të dhënave të pasagjerëve dhe 12 të tjera për automjetet. Pavarësisht numrit të lartë të emigrantëve që kanë hyrë në pikën kufitare të portit të Durrësit, nuk janë regjistruar radhë të gjata. Në portin më të madh të vendit zbresin çdo ditë mijëra emigrantë ardhur nga Italia dhe vende të tjera të Europës. Nuk janë të paktë edhe shqiptarët e Kosovës që kalojnë tranzit nëpërmjet kësaj pike kufitare dhe që për më pak se 2 orë 30 minuta mbërrin në Prishtinë. Buleron vendet. Të dita, mosha, edhe i gëzuar. Ma tepër në vendin tonë kënaqem më shumë se sa në Itali. Pavarësisht se punoj në Itali, edhe më kënaqem më shumë në vendin tonë. Unë jam për Elbasanit, kam qejf më të madh ta festoj festën time në Elbasan. Vendim, të kom le. Jam nga Shqipëria. Ku do i kaloni? Në Tiranë. Edhe në pikat e kalimit kufitar me Greqinë, kthimi i emigrantëve është bërë më se normalisht. Në Kapshtic, 24 orët e fundit kanë hyrë 4174 shtetas dhe 1422 automjete, ndërsa në Kakavi është regjistruar hyrja e 3950 shtetasve dhe 1910 automjeteve. Në të dyja këto pika kufitare, para shqiptare punon me 6 sportele, në ndryshim nga ajo greke që punon me 3 dhe 4 sportele.